Në ambientet e riasetit të Bashkisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, u inaugurua programi shpërndarjes së hurmave të ardhura si dhuratë nga Mbretëria e Arabisë Saudite për besimtarët musliman në vend. Aktiviteti u realizua nën patronazhin e Reisul Ulemas Shaqir Efendi Fetaj dhe në praninë e sekretarit të përgjithshëm Irsal Efendi Jakupi, shefit të kabinetit Abdulkerim Hiseni, kryetarit të organizatës humanitare Hilal Fadil Ramadani, muftinëve, drejtorëve të riasetit, profesorëve të Fakultetit të Shkencave Islame dhe përfaqësuesve të medreses Isabeu. Të pranishëm ishin edhe ambasadori i Arabisë Saudite me sjelin në Tiranë, Faisal bin Ghazi El Hifdhi, përfaqësuesi i Ministrisë për Çështje Fetare, Thirrje dhe Udhëzim të Arabisë Saudite, Muhammed El Avat, si dhe drejtori i Fondacionit Mbreti Fahd në Mostar, Abdullah El Musa. Në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm Jakupi, në emër të Reisul Ulemas dhe të besimtarëve musliman, falenderoi për dhuratën e çmuar që për të katërt inviterazi i dërgohet në vend, duke theksuar se bashkëpunimi me Arabinë Saudite do të vazhdojë të thellohet në projekte të ndryshme. Ai shprehu mirënjohjen ndaj mbretit Selman bin Abdulaziz Al Saud dhe princit të kurorës Muhammed bin Salman për mbështetjen dhe angazhimin në shërbim të Islamit dhe vlerave universale, si dhe ndaj ministrit për çështje fetare Abdulatif bin Abdulaziz Al Shej. Ky organizim ka për qëllim që bashkimin e dy shteteve, vëllazërimin që ta tregojë edhe vëllazërinë që jemi musliman, se jemi një, si vjet do ndahen diku rreth 5 ton hurma, të cilat do të jenë dhuratë nga kujdestarët e dy xhamive të shenjta të Saudisë, mbreti Selman bin Abdulaziz Al Saud dhe gjali dhe princi i tij Muhammed bin Salman, të cilët nën ombrellën e Ministrisë për Çështje Fetare organizojnë këtë aktivitet të tyre. Shpresojmë se ky aktivitet do të jetë edhe në të ardhmen aktivitet tradicional mes dy shteteve. Edhe një herë falenderojmë prezencën e të gjithë mysafirëve, posaçërisht ambasadorit të nderuar dhe të gjithë mysafirët tjetër që kanë ardhur nga Sarajeva, dashur Allahu xhelleshanu që t'i shpërblej me të mirat e tij të pakufishme. Nga ana e tij, ambasadori El Hifdhi u shpreh se është kënaqësi që programi shpërndarjes së hurmave dhe iftareve po fillon me Maqedoninë e Veriut, duke uruar besimtarët për fillimin e muajit të bekuar të Ramazanit dhe duke lutur që Zoti t'ua pranojë veprat e mira. والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. Këto programe zbatohen dhe mbikëqyrën nga Ministria e Çështjeve Islame. Ato janë pjesë e programeve sezonale të dalluara që pasqyrojnë për kujdesin e qeverisë së Mbretërisë Arabisë Saudite për nevojat e muslimanëve në këtë muaj të madhrueshëm dhe lehtësimin e vështirësive për ata që kanë nevojë. Ky është një vazhdim i mbështetjes së pandërprerë që qeveria shërbëtorit të dy haremeve të shenjta u ofron vëllezërve të saj. Realizimi i këtyre dy programeve nga udhëheqja saudite në Maqedoninë e Veriut shpreh thellësinë e marrëdhënieve dhe fuqinë e lidhjeve që bashkojnë dy vendet mike, vazhdimsinë e kontributit që mbretëria u jep vëllezërve në mbar botën dhe përpjekjen e vazhdueshme për të qëndruar pranë popujve në vendet vëllezër dhe miq. Ky aktivitet realizohet në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional mes institucioneve shtetërore të Arabisë Saudite dhe Bashkisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut në përmbyllje të pranishmit u goditën me një iftar modest.